Megjithse zyrtarisht kemi nisur një vit të ri për invalidët, problemet e vitit të kaluar sa i takon transportit publik për këtë kategori vazhdojnë të jenë prezente madje pas një përgjigje për zgjidhje. Ashtu si vjet në 2014 që në fillim të janarit u përplasëm me uljen në tokë të invalidë nga autobusët urban, ashtu edhe si vjet na ndodh ky fenomen. Nuk e di pse ndodh në Shkodër ky problem. Kam shkuar në Bashkinë Shkodrës, jam takuar me drejtorin e shërbimit publike, jam takuar me nënkryetarin e bashkisë, jam takuar me prefektin për mi dhënë një zgjidhje administrative, një zgjidhje të rregullt të kësaj problem. Do të protestojmë edhe do të bllokojmë autobusat në qytet. Ne do të presim edhe 5 deri në 10 ditë do të presim, do të përgatiten edhe do të dalim. Tjetër shqetësimi i invalidëve është edhe parkimi publik. Se makinat e invalidëve nuk kanë një vend për të lanë. Edhe i ka policia dhe i gjobit. Pse nuk duhet? Është me ligj, do të caktojnë vendet për parkimin e makinave të invalidëve. Pse nuk e bën bashkia? Nuk e di pse nuk e bën. Nuk e di, nuk i vlerëson invalidët. Invalidët janë drejtuar Bashkisë dhe Ministrisë së Mirëqenies Sociale për zgjidhjen e këtij ngërçi, i cili ndodh vetëm në qytetin e Shkodrës. Dhe nëse brenda 10 ditëve kjo çështje nuk do zgjidhet, ato do dalin në protesta dhe do bllokojnë lëvizjen e autobusëve.